Ndryshojmë temën e informacioneve tona, do ndalemi tani në zhvillimet ndërkombëtare. Kam ish zëvendës ambasadorin e Shqipërisë në Gjermani, diplomatin e njohur Jorgji Kote, mbi zhvillimet e fundit ndërkombëtare për një analizë. E pikërisht kemi tani nisim nga Irani. Kote, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zoti Agalliu, juve, stafi tuaj të ngushtë dhe gjithë atyre që na ndjekin. Faleminderit. A do shkohet drejt një ndërhyrje ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, apo duket sikur ka, le të themi, një qetësi aktualisht? Në fakt, gjendja atje është tehet shpërthyese, për shkak se asnjëherë Irani nuk ka qenë në një gjendje të tillë, të brendshme dhe të jashtme, kaq të dobët, kaq delikate, kaq shpërthyese, qysh ka viti 1979. Kemi parasysh brenda vendit lëvizjet më të mëdha të protestës që ishin atëherë, varfëria shtohet, kryesorja shtypja, dhuna mbi qytetarët shtohen, por sidomos në aspektin e jashtëm, Irani është jashtëzakonisht keq, më keq nuk ka qenë ndonjëherë. Po i përmend fare shkurt, e para kemi parasysh goditjen e madhe që bëri Amerika në muajin qershor, lufta 12 ditore me Izraelin, kemi parasysh që Siria ra Asadi atje, për pasojë u mbyllën korridoret për Iranin të transportit kundër Izraelit, ndërkohë dy ushtrit e tij rezervë, siç njihen Hezbollahu dhe Huthët, janë dëmtuar shumë, janë shkatruar bashkë, shikoni, nuk dëgjojnë fare. Ndërkohë kemi zhvillimet midis Izraelit dhe vendeve arabe, ato marrëveshje e famshme të paqes, sidomos marrëveshja e paqes në Gaza, e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kemi marrëveshjen e paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, që disa nuk e përmendin, shumë e rëndësishme, realizuar në 8 gusht të 2025 në Shtëpinë e Bardhë me ndërmjetësimin e presidentit Trump. Mirë, Azerbajxhani është vendi vetëm në Kaukazin Jugor midis Iranit dhe Rusisë. Për të gjithë këto arsye, Irani është në gjendje shumë të dobët, megjithatë nuk është ende sipas ekspertëve kaq keq sa të bëjë llafe për të përmbysur ai regjim diktatorial që ka mbi 45 vjet atje. Kështu që ndërhyrja nga jashtë, sipas edhe shumë ekspertëve dhe kontakteve në Bruksel që u pata dhe dje, është e vetmja mënyrë. Po kjo është çështje kohe për të përmbysur atë regjim. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me shkeljet ligjit ndërkombëtar, sepse ju e dini Irani ka kërcënuar Izraelin, por këtu tani Shtetet e Bashkuara po marrin parasysh disa faktorë të tjerë rajonal, në mënyrë që një sulm i ardhshëm të mos ketë dëme ose të ketë sa pak dëme për Shtetet e Bashkuara dhe për aleatët dhe ta shkatërrojë përfundimisht regjimin titanik në Iran. Janë prishur ekuilibrat për shembull edhe në lindjen e mesme me rolin e Iranit, sepse në rast të një ndërhyrje ushtarake pa dyshim të Shtetet Bashkuara ndaj Iranit, Turqia mund të jetë vendi që nuk do ta dëshironte, sepse do të kishte një emigrim masiv nga Irani në drejtim të Turqisë. Pikërisht kjo që thoni ju, pra dhe Turqia ka rezervat e saj, madje bashkë me Netanyahun, ato i kanë kërkuar presidentit Trump që ta shtyjë në kohë një ndërhyrje të mundshme ushtarake. Dhe kjo është një nga disa arsyet, pra emigrimi, pra pasojat e mundshme, sepse në gjeopolitik, në një herë tjetër, kur bën një veprim, qoftë politik, qoftë ushtarak, ama duhet t'jap shprehje paraprakisht pyetjes, what comes next? Pra, po pastaj, çdo të ndodhi, ja e sulmoi Iranin, cilat janë pasojat për Turqinë dhe për vendet e tjera, ndërkohë që kryesorja këtu është çdo të bëhet me Iranin brenda vendit. Pra ja u përmbys diktatura, si e vendet tjera, si u përmbys 79 shahu Iranit. Po pastaj kush do vinë pushtet atje? Opozita? Cila opozitë? Reza Pahlavi që e duan, por nuk ka një parti, nuk ka një lëvizje. Kjo lëvizja që është në Shqipëri, prap ka shumë probleme, shumë diskutime. Me i fjalë, nuk është gati Irani për të bërë atë kalimin e pushtetit sa më të butë nga regjimi tanisht Mullahe te një opozitë, të themi, demokratike, po të paktën edhe normale. Kote, ndalemi pak tek Groenlanda, sepse është rikthyer sërish